përfshirë Kinën, Arabinë Saudite dhe Afganistanin, me këto tre vende nuk ka marrëdhënie diplomatike, dhe ka një rjet diplomatësh që quhen nuncët apostolik në më shumë se 130 vende që janë në nivelin e ambasadorëve dhe ka dhe një siezh që quhet një vend observuesi në Kombet e Bashkuara. Pra, është vetë përkufizuar si një pol, duke sidomos pas luftës sot, duke privilegjuar atë raportin e neutralitetit. Nisur nga kjo premis, është propozuar, sugjeruar si një vend i mundshëm ku mund bëhen negociatat ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për t'i dhënë fond luftës, dhe kjo premis është përforcuar dhe nga një qëndrimi i Papës Bergoglio, Francesku, i cili vonoi ta dënonte sulmin ofensivën ruse, sulmi rus në Ukrainë, dhe nga ana tjetër stigmatizoi, po jo në mënyrë direkte, edhe deri diku synimin për zgjerimin e NATO-s si një ndër motivet që dhe për këtë rrjedhoi u perceptua pra roli Vatikanit që si një mediator, pra në Vatikanin neutral në konfliktin mes neutral, por ka një problem madhor që ju e përmendët te refuzimi i Lavrovit, sepse Putini, edhe Lavrovi vetë, po Putini që është në kryet Kremlinit, vjen nga njeri formuar në kallëpin e KGB sovjetike dhe ka ato që quhet perceptimet psikologjike dhe ideologjike dhe përkundrejt Vatikanit, i cili me Papën Gjon Paul II, pra ju bashkëngjit perëndimit në ofensivën me një lloj, po quajmë, e kanë quajtur kryqëzat ideologjike kundër komunizmit, dhe nga ana tjetër ka dhe një implikim në vitet 50-60, pikërisht në Ukrainë ku ka një kishë unjate me besimtar katolik, e cila ka pas një marrëdhënie të ngushtë me Vatikanin, dhe meqense ka pas një marrëdhënie të ngushtë me Vatikanin, mendohet sipas Kremlinit që ka financuar dhe një lloj rezistence guerilje të armatosur kundër Bashkimit Sovjetik dhe kundër Rusisë, duke i krijuar probleme Kremlinit dhe sipas versioneve të historianëve të spionazhit, Arkipevshki Ramxhar i kësaj kishe është helmatisur nga KGB-ja me urdhër të Krushovit. Pra, Vatikani si një pol që presupozohet neutral diplomatikisht, po jo shpirtërisht dhe në nivel doktrinor, duhet kemi parasysh që dy shtetet janë Shtetet Bashkuara dhe Gjermania që e mbulojnë me financa, pra me subvencion financiar më shumë se çdo vend tjetër, pra ka një afiliacion, pavarësisht që nuk ka më raportin në nuanca teokratike që ka ortodoksia me Rusinë dhe botën slav-ortodokse ose edhe me vendet tjera ortodokse, parë se ka në planin doktrinor ka evoluar ndryshe kisha romane, por sërish perceptohet përtej vetë përkufizimit si neutral, si një vend që është i influencueshëm nga perëndimi, nga Putini dhe elita në Moskë. Por nuk është se edhe patriarkanat ortodokse të Moskës apo të vendeve të tjera ka një marrëdhënie shumë të mirë me njëra tjetrën. Kështu që patjetër janë në ndarje. Edhe kjo dy vendet ortodokse që luftojnë me njëra tjetrën dhe pastaj nuk pranojnë paqe nga është interesante. Se mund të dhe pranojnë paqe nga një vend musliman si Turqia, por nuk pranojnë nga një vend katolik. Kjo është interesante. Është një pretekst. Quhet nacionalizmi edhe religioni, pra nacional religioni. Pra, në disa vende ndryshme, pati një lloj binomi ndërmjet interesave kombëtare, ka qenë Serbia, rasti Greqisë, rasti Bullgarisë, Malitzi, Rusia vetë e cila ka qenë pagane, por nisur nga martesat me bizantinët, u konvertuan ortodokse dhe vut shpallë si pasuse perandorisë bizantime. Pra ky binom kanë qenë konsistent, por ka pas vende që kanë qenë me besim ortodoks, por që kanë pas prioritete kombëtare dhe një dinamik historike të ndryshme, dhe ky është rasti i Ukrainës, dhe perceptimet kombëtariste kanë tejkaluar ose kanë pozicionuar dhe kishën në një gjendje shizme, pra në ndarje dhe me patriarkanën e Moskës. Presidenti Trump e propozoi Papa Leonin e 14, sepse vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne nuk është se kemi parë drejt për drejt një angazhim të Vatikanit, pra një deklaratë sa ishte i gatshëm të ndërmjetësoj, madje edhe mbas deklaratës së zotit Trump apo deklaratës së Giorgia Melonit nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Vatikani. Jo, ai e propozoi e mendoi si një vend i shenjtë që mund të kishte një efekt psikologjik, e dyta është si një vend kur është munduar, ndoshta megjithëse kjo refuzohet nga Moska, që të ruaj një
ekuidistancë ose të ushqej koncepti neutralitetit. Pra, kombinoheshin koncepti neutralitetit me një vend i cili ka një fuqi doktrinore shpirtërore, ka zotësi diplomatike, por nuk ka potencë ushtarake, pra, dhe do të përbënte një vend të pranueshëm për të zhvilluar, nisur edhe nga influenca shpirtërore si vend i shenjtë, që të zhvilloheshin këto negociata, por e thash, Putini është formatuar në kudrën e KGB-s dhe nuk i ka ato perceptime, ai është një njeri psikorigjid që quhet i ngurt, edhe ka projekcionet objektiva të një versioni të një nacionalizmi po e quajmë tradicional rus, ai kërkon të ndërtojë një ata që e quajnë Dugini, mendimtari i tij, një shtet civilizionel quhet në frëngjisht, pra një version i një perandorie ku kërkojnë të integrohen disa etni, popullsi, me gjuhë të ndryshme, por boshti i saj drejtues do të jetë Rusia. Dhe kështu ky është koncepti, domethënë sipas pikpamjes, po e quajmë doktrinore të Vladimir Putinit. Prandaj Vatikani është i papërshtatshëm. Për ta dhe ngelet opsioni turk, ku Turqia është dhe një vend... I vetmi ka mbetur në fakt, sepse Rusia ka hedhur poshtë edhe Zvicrën. Si të një anshme në proces. Edhe përpara ka edhe Zvicrën, si të një anshme, por Turqia është edhe më një anshme se sa Zvicra, pasi njeh integritetin territorial të Ukrainës dhe nuk pranon as aneksimin e Krimes nga Ukraina, por përtej disa marrëdhënieve në trata pragmatike personale ndërmjet Erdoganit edhe Putinit, pra nisur dhe nga një... Por kam përshtypjen Turqia ka në dorë një kartë të fortë si Siria dhe vendet të tjera për të cilat